Tani do të diskutojmë temën e njësimit të interesit të përbërë. Në kuadër të kësaj teme do të kemi objektivat në vazhdim, që janë të kuptuarit e lidhshmërisë ndërmjet njësimit procentual dhe llogaritjes së interesit të përbërë. Pastaj do të vazhdojmë me njësimin e interesit të përbërë me periudha të ndryshme kapitalizimi dhe në fund do të vazhdojmë me temën e kapitalizimit të vazhdueshëm. Dhe si përmbajtje e temës do të kemi njësimin e interesit të përbërë dhe në kuadër të njësimit të përbërë do të kemi rastin e kapitalizimit vjetor, pastaj këtë kapitalizimit periodik dhe në fund do të vazhdojmë me disa shembuj në lidhje me këto tema. Dhe pastaj si temë e fundit e diskutimit do të jetë kapitalizimi i vazhdueshëm. Në këtë rast, për interesin e përbërë, mund të themi se është llogaritja e interesit në interes. Pra përndryshe nga interesi i thjesht, në gjatë kalkulimit të interesit të përbërë, do të marrim parasysh edhe intereset e llogaritura gjatë periudhave paraprake të kapitalizimit. Të dhënat e nevojshme në këtë rast do të jenë kapitali fillestar ose përndryshe vlera e tashme, që është dhënë me simbolin K, pastaj përqindja vjetore e interesit të përbërë, që është dhënë me simbolin P, dhe numri i viteve të kohës gjatjes së kontratës, që është dhënë me shkronjën N, dhe vlera e ardhme e kapitalit pas n periudhave të kapitalizimit, që është dhënë me shkronjën KN. Së pari të njësojmë interesin e përbërë pas një periudhe kapitalizimi. Në këtë rast, K nishi pra do të jetë kapitali mas një periudhe të kapitalizimit dhe do të jetë K plus K herë P thye për 100. Këtu K do të jetë, siç thamë më herët, është kapitali fillestar. Nëse rregullojmë këtë shprehje, nëse marrim K në faktor të përbashkët, do të kemi K herë 1 plus P thye për 100. Në ngjashëm, pas kapitalizimit të dytë, do të kemi K2, që është e barabartë me K1 plus K1 herë P thye për 100. Pra çka ndodh për llogaritjen e K2-shit, pra kapitalit mas periudhës së dytë të kapitalizimit, do të kemi në vend të K-s do të kemi vlerën K1. Dhe këtu pastaj e gjithë llogaritja do të jetë si paralele si me rastin paraprak. Pra do të marrim K1-shin faktor të përbashkët dhe do të kemi 1 plus P thye për 100. Dhe nëse tani në vend të K1-shit, pra kapitalit mas përfundimit të fazës së parë të kapitalizimit, do të përfitojmë K herë 1 plus P thye për 100 në katror. Ngjashëm, edhe në llogaritjen e kapitalizimit K3, do të kemi K herë 1 plus P thye për 100 në kub. Tani, nëse i vrejmë këto formula me kujdes, do të shohim se në rastin kur kemi K1, termi 1 plus P thye për 100 është në fuqin 1. Pastaj, në rastin kur llogarisim K2-shin, do të kemi K herë 1 plus P thye për 100 në katror. Pra termi 1 plus P thye për 100 është në fuqin 2. Dhe ngjashëm, kur gjejmë vlerën K3, do të kemi K herë 1 plus P thye për 100 në kub. Besoj që nga këtu edhe mundeni me kuptuar që formula përfundimtare do të jetë si në vazhdim, që është Kn barazi me K herë 1 plus P thye për 100 në fuqin n, ku n është numri i viteve dhe simbolet e tjera janë veçse siç kemi sqaruar pak më herët. Në këtë rast, termi 1 plus P thye për 100 mund të emërohet si R dhe quhet faktor i interesit të përbërë. Tani duhet të sqarojmë edhe raste të tjera, se përveç kapitalizimit vjetor, kemi edhe kapitalizime me periudha të ndryshme, pra kemi kapitalizime që ndodhin ndoshta 2 herë në vjet, apo 3 herë apo 4 herë, të cilën do të shprehim me shkronjën M. Edhe për këtë rast do të kemi një formulë pak më të përgjithshëm, që është si në vazhdim, që është Kmn barazi me K herë 1 plus P thye për 100 herë M në fuqin M herë N. Pra në këtë rast formula është shumë e ngjashme me formulën që ishte për kapitalizimin vjetor, përveç se këtu do të kemi termin M, që na tregon numrin e kapitalizimeve që ndodhin brenda një viti. Edhe këtu, sikurse në rastin e kaluar, do të kemi faktorin e interesit, që na është dhënë në këtë formë, 1 plus P thye për 100 herë M. Pra edhe këtu formula do të jetë gati identike, vetëm se kemi termin M. Dhe pra gati është
e gjitha njëjtë. Edhe këtu mund të shihet se nëse kemi vetëm kapitalizim vjetor, pra nuk kemi ndonjë kapitalizim gjatë vitit, ndonjë kapitalizim shtesë, atëherë nëse marrim m barazim me 1, do të shohim se formula që i kemi tani do të jenë identike me formulat që i shpjegum pak më herët. Tani do të vazhdojmë me disa shembuj në lidhje me këto tema. Shembulli i parë është këtu si në vazhdim. Në qoftë se në fillim të vitit 1994 janë deponuar në bank 10.000 euro me përqindje 8% dhe kapitalizim vjetor. Çfarë do të jetë vlera e kapitalit në fillim të vitit 2015? Pra në këtë rast e dim kapitalin fillestar që është 10.000 euro, e dim përqindjen vjetore P që është 8% dhe e dim numrin e viteve që është 2015 minus 1994, që do të thotë 21 vite. Në këtë rast, vetëm se i zëvendësojmë të gjitha këto vlera në formulë dhe do të kemi K21, pra numri i viteve është 21 vite, prandaj kemi K21, barazime 10.000 herë 1 plus 80/100 në fuqinë 21. Nëse i realizojmë të gjitha këto llogaritjet e nevojshme, do të gjejmë 50.338 euro e 34 cent. Pra, nëse kemi një kapital fillestar prej 10.000 eurosh dhe kemi kapitalizim vjetor për 21 vite me 8%, atëherë kapitalizimi në të ardhmen pas 21 vitesh do të jetë 50.338 euro e 34 cent. Tani do të kemi shembullin e radhës, që është si në vazhdim. Çfarë kapitali fillestar duhet deponuar në bank me interes vjetor 5%, ashtu që pas 5 vjetësh të disponohet me 1.000 euro. Shtash në këtë rast çfarë të dhënash kemi? E dim që interesi vjetor është 5%, pra P-ja është 5%. Tani duhet të kemi kujdes, në detyrë thotë se ashtu që pas 5 vjetësh të disponohet me 1.000 euro. Pra kapitali, pra të ardhurat, pas 5 viteve janë 1.000 euro. Dhe eni në këtë rast, pra numri i viteve është 5. Tani në këtë rast për të gjetur vlerën fillestare, duhet vetëm që të rregullojmë formulën, ose të manipulojmë, ashtu që në një anë të barazimit të kemi simbolin K, që ishte kapitali fillestar, dhe të gjitha ndryshoret e tjera të kemi në anën tjetër të barazimit. Nëse i bëjmë të gjitha rregullimet e nevojshme, do të kemi formulën K barazime Kn herë 1 plus P/100 në fuqinë minus n. Tani vetëm i bëjmë gjitha zavendësimet e nevojshme, dhe nëse i bëjmë llogaritje deri në fund, do të kemi 783 euro e 53 cent. Pra nëse dëshirojmë që të kemi kapitalin pas 5 vitesh prej 1.000 eurosh, nëse përqindja është 5%, atëherë kapitali fillestar duhet të jetë 783 euro e 53 cent. Tani vazhdojmë me shembullin e radhës, që është si në vazhdim. Çfarë përqindje vjetore interesi të përbër ka paguar banka në qoftë se pas 8 vjetësh nga deponimi i 1.000 eurosh është fituar interes prej 400 eurosh. Pra në këtë rast kemi kapitalin fillestar që është 1.000 euro dhe jemi të interesuar të gjejmë përqindjen vjetore P. Po ashtu duhet të dimë se kapitalizimi pas n vitesh, Kn do të jetë i barabartë me kapitalin fillestar plus interesin e përfituar deri në atë kohë. E dim që interesi i fituar është 400 euro, prandaj e mbledhim kapitalin fillestar dhe interesin, do të kemi 1.000 plus 400 që do të jetë 1.400 eurosh. Tani edhe në këtë rast, vetëm se na duhet që të rregullojmë shprehjen në mënyrë që përqindja P ose simboli P të jetë në një anë të barazimit dhe të gjitha ndryshoret e tjera apo parametret e tjera të jenë në anën tjetër të barazimit. Nëse e rregullojmë shprehjen, do të kemi shprehjen në vazhdim, që është P barazime 100 herë rënja e n-t e Kn thye për K-s minus 1. Dhe këtu nëse i zëvendësojmë të gjitha vlerat në vend dhe i bëjmë llogaritjet e nevojshme, do të përfitojmë 4.3. Pra, na duhet interes 4.3% në mënyrë që kur kemi kapitalin fillestar prej 1 eurosh, të përfitojmë një kapital përfundimtar Kn prej 1.400 eurosh pas 8 vitesh. Tani mundemi me vazhdu përsëri me shembullin e radhës, që është si në vazhdim. Për cilën kohë shuma prej 50.000 eurosh
do të rritet për 25.000 euro në qoftë se kapitalizimi është semestral me 6%. Zgjidhjen do të kemi si në vazhdim. Në këtë rast kemi kapitalin fillestar që është 50.000 euro, po ashtu kemi edhe përqindjen vjetore që është 6%, dhe po ashtu e dim që kemi kapitalizim semestral, pra që do të thotë se kapitalizimi do të ndodhë 2 herë në vit, prandaj do të kemi m barazi me 2. Dhe po ashtu, masi që kemi K2-n, në kuptohet se në vend të m-s kemi zëvendësuar vlerën 2, e dim që vlera K2-n, pra pas m herë n periullash të kapitalizimit, do të kemi kapitalizimi fillestar plus interesi deri në atë kohë, që do të jetë 50.000 euro plus 25.000 euro, që do të jetë 75.000 euro. Taj në këtë rast, vetëm duhet që të rregullojmë shprehjen ose formulën e kapitalizimit për periudha të ndryshme, në atë mënyrë që të përfitojmë që në një anë të barazimit të kemi vetëm ndryshoren n dhe të gjitha vlerat e tjera apo parametrat e tjera të jenë në anën tjetër të barazimit. Këtu, mas të gjitha llogaritjeve, do të gjejmë 6.86. Pra interesi i dhënë do të arrihet dhe do të tejkalohet në fund të vitit të 7. Ky ishte shembulli i fundit në lidhje me kapitalizim vjetor dhe me kapitalizime për periudha të ndryshme. Tani do të vazhdojmë me temën e kapitalizimit të vazhdueshëm. Edhe për këtë rast, do të kemi ndryshore të njëjta, K-ja, që është kapitali fillestar, apo vlera e tashme, P, që është përqindja e interesit me kapitalizim të vazhdueshëm, në numri i viteve të kohës gjatjes së kontratës, dhe K infinit n, që është vlera e ardhme e kapitalit. Për llogaritjen e kapitalizimit të vazhdueshëm, do të kemi këtë formulë, që është K infinit n, barazi me K herë e në fuqin n, herë P thye për 100. Dhe nëse vazhdojmë me shembullin e parë, do të kemi shembullin si në vazhdim. Zonjusha Tringa do t'i regjistrojë studimet e administrimit të biznesit. Pas diplomimit pas 4 vjetësh, ajo dëshiron të udhtojë në SBA, për të cilin udhtim vlerëson t'i kushtoj 5.000 euro. Sa duhet të investojë sot me 7% dhe kapitalizim të vazhdueshëm për të pasur mjaft për udhtim. Në këtë rast shihet se kemi numrin e viteve që është 4, përqindjen vjetore që është 7, dhe e dim që kapitalizimi që mas 4 viteve kapitalizim të vazhdueshëm, kapitali duhet të jetë 5.000 euro. Prandaj në këtë rast, vetë se rregullojmë formulën për kapitalizim të vazhdueshëm, ashtu që në një anë të barazimit të kemi vetëm kapitalin fillestar K. Forma e rregulluar e formulës është edhe këtu në vazhdim, siç mund të shihet kemi K barazime K infinit n, herë e në fuqin minus n, herë P thye për 100. Nëse i zëvendësojmë të gjitha vlerat e kërkuara në shprehje dhe e bëjmë llogaritjet e nevojshme, do të përfitojmë 3.778 euro e 92 cent. Pra, për të përfituar kapitalizimin e kërkuar pas 4 vitesh, na duhet që kapitali fillestar të jetë 3.778 euro e 92 cent. Tani vazhdojmë me shembullin e radhës, që do të jetë edhe shembulli i fundit në lidhje me këtë temë. Shembulli është si në vazhdim, për sa kohë do të dyfishohet shuma e investuar me interes vjetor 8% dhe kapitalizim të vazhdueshëm. Në këtë rast, dim që përqindja është 8%, por duhet të kemi kujdes, nuk na është dhënë kapitali fillestar, apo nuk na është dhënë edhe kapitali mas një periudhe të kapitalizimit, vetëm e dim që kapitalizimi mas n periudhe duhet të jetë dyfishi i kapitalit fillestar. Prandaj edhe shënojmë barazimin në vazhdim, që është K infinit n, barazim me 2 herë K. Tani, vetëm se duhet të zëvendësojmë formulat që vetë se kemi dhënë më herët, në vend të K infinit n do të kemi K herë e në fuqin n, P thye për 100, edhe ana e djathtë do të jetë njësoj që është 2K. Tani nga këtu vetëm e rregullojmë shprehjen, ashtu që të kemi vetëm në një anë të barazimit të panjohurën n, dhe e gjithë shprehja tjetër të jetë në anën e djathtë të barazimit. Këtu, në fund, masi që të bëjmë zëvendësimet e nevojshme, do të kemi n barazime ln2
Pra, logaritmi i dyshit thyje për 0.08 çdo të jetë 8.66. Pra, në këtë rast, nëse për përqindjen vjetore 8%, nëse kemi kapitalizim të vazhdueshëm, na duhet 8.66 vite, ose nëse rrumbullaksojmë 9 vite, në mënyrë që kapitalizimi i vazhdueshëm, në mënyrë që kapitali i përfituar nga kapitalizimi i vazhdueshëm të jetë barabartë me 2 fishin e kapitalit fillestar. Tani, me këtë shembull e përfundojmë temën. Për studentët e interesuar për të mësuar më shumë, mund të vizitojmë web faqen edhe në vazhdim, që është fberisha.org. Po ashtu, një libër që do të ishte i dobishëm në lidhje me këtë temë, është Matematika për biznes dhe economics. Dhe të gjitha detajet e më tutjeshme besoj që mund të gjeni vetëse në web faqe. Pra, si përfundim, tani pas përfundimit të mësimit duhet të jeni në gjendje që të bëni llogaritjen e interesit të përbër me kapitalizim vjetor, pra më barazim me 1, ose me kapitalizim të vazhdueshëm. Dhe po ashtu që të jeni të gjendje të llogaritni interesin e përbër me kapitalizim të vazhdueshëm. Falenderoj për vëmendje.